Njeriu është krijuar për të jetuar në të vërtetën, me ndershmërinë dhe me drejtësinë. Që nga fillimi i krijimit, Allahu i Madhëruar e ka udhëzuar njerëzimin drejt rrugës së drejtë, duke e bërë drejtësinë një nga shtyllat më të rëndësishme të jetës njerëzore. Një shoqëri ku sundon drejtësia është një shoqëri ku mbizotrojnë cilësitë e paqes, respektit dhe të mëshirës, ndërsa aty ku mungon drejtësia, lindin padrejtësitë, lind urrëtia dhe shkatrimi moral. Islami e konsideron drejtësinë jo vetëm si një cilësi të bukur, por si një obligim hyjnor që çdo besimtar duhet ta zbatojë në jetën e tij të përditshme. Allahu i Madhëruar thot në Kur'anin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Në të vërtetë, Allahu urdhëron drejtësinë, mirësinë dhe ndihmën për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shëmtuara dhe dhunën. Ai ju këshillon në mënyrë që ju t'ja vini veshin. Ajeti 90 i surës Nahl. Ky ajet madhështor tregon qartë se drejtësia është një urdhër i Allahut dhe një rrugë që e afron njeriu drejt devotshmërisë dhe kënaqësisë hyjnore. Besimtari i vërtet nuk është vetëm ai që kryen adhurime, por ai që ruan të drejtat e njerëzve, që nuk bën padrejtësi dhe që sillet me ndershmëri në çdo situatë të jetës. Edhe vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka folur për pozitën e lartë të drejtësisë, duke thënë: një orë drejtësi është më e vlefshme se 70 vite adhurim. Pra njeriu i drejtë fiton dashurinë e Allahut dhe respektin e njerëzve, ndërsa i padrejti dhe që ofron padrejtësi është në errësirë si në këtë botë edhe në ahiret. Për këtë arsye, çdo besimtar duhet të përpiqet që në jetën e tij të ecë sipas rregullave të shariatit dhe të rregullave që ka caktuar Allahu për ne, të ecë në rrugën e drejtësisë, sepse kjo është rruga e shpëtimit të shpirtit si në këtë botë edhe në botën tjetër.